Të hasur para vështirësive të jetës apo të sunduar nga sëmundje të ndryshme psiqike dhe shpirtërore, të shumt janë ata që zgjidhjen e kërkojnë tek dhënia fund jetës. Brëm rreth orës 21 në njësinë urgjente të spitalit të Gostivarit është dërguar një 43 vjeçare nga po ky qytet me inicialet BB, e cila paraprakisht ka konsumuar. Konkretisht është helmuar me sasi të caktuar të mjeteve toksike për pastrim. Nga sektori punëve të brendshme Tetov njoftojnë se e helmuara për një kohë më të gjatë është ballafaquar me probleme të ndryshme psiqike. Megjithatë, përpjekja e saj për të hequr dorë nga jeta ka rezultuar pa sukses, për shkak se pas intervenimit mjekësor gjendja e saj shëndetësore është stabilizuar, ndërsa më vonë është lëshuar për kurim shtëpiak. Organet kompetente kanë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje të këtij rasti, konkretisht për të hulumtuar rrethanat se si e helmuara ka ardhur deri në vendimin për të kryer këtë vepër. Sipas evidencave të sektorit të punëve të brendshme Tetov, nga fillimi i vitit e deri më tani, në regionin më të gjerë të Gostivarit ka ndodhur 5 vetvrasje dhe me 10 tentime për të kryer një akt të tillë. Ndërka gjatë vitit që e lan pas, kanë ndodhur vetëm 3 vetvrasje, që nënkupton se kjo dukuri në shoqërinë tonë ka marrë hovë të madh. Si shkaqe më të shpeshta për vetvrasje kanë qenë çrregullimet psiqike dhe shpirtërore, problemet familjare dhe shkaqe të ngjashme. Nga ky nivel sqarojnë se më së shpeshti personat kanë dashur të helmohen me marrje të tabletave dhe mjeteve toksike për higjen shtëpiake si domestos, varikin e tjerë, por ka pasur edhe tentime të formave të tjera. Tentimet për vetvrasje që janë regjistruar në regionin e Gostivarit në të shumtën e rasteve si shkak kanë pasur mosmarrveshjet dhe grindjet familjare, suksesin e ulët dhe pamundësinë për të arritur një synim të caktuar apo përballjen me dështimin gjatë një faze të caktuar të jetës.